duhet kihet kujdes për shkak se në Ballkan ka agjendat poshtra, agjendat vështira, agjendat dashakese, qëra Serbia kur s'ka me menu mirë për shqiptarët. As s'ka menu, as nuk besojnë që menon ajo mirë. Për mu, sa që më gjallë dhe fëmija mi kanë me mësu për meje edhe fëmija atyne që armikun kryesore kemë Serbinë. Na duhet me u pajtu si shtete politikisht, po. Po se Evropa, që na duhet me marrë shambuj. I kem dy popull. I kem popullin Gjerman dhe popullin Hebrej, Izraelit. Sot kanë raporte shumë të mira. Janë aleat në geopolitik. Po s'duhet me harru, Gjermania sot pagun për domet që i ka kry Hitleri. Krimet që i ka kry Hitleri, sot pagun Gjermania. Edhe na, Kosova, kur s'duhet me harru krimet që na i ka bërë Serbia. Na i ka vra 1600 fëmijëve. Që kjo Serbi? Që ky njerë që sot është në pushtet, Vučići, në atë kohë ka qenë njeri besueshëm i Milošit. Po politika ndryshon. Po na duhet me harru kur dhe duhet me i lidh dëm shpërblim Serbis të njetën për krejt domet që na e ka shkaktu e gjenocidin që e ka kryen Kosovë. Edhe ato dënim ndërkombëtar duhet me pas. Po këtë duhet me arë një elit politike që ullet e bisedan. Që do më marrë vesh, e kanë shoh Hashimin, e kanë nënçmu Hashimin. Po Hashimi e ka kuptu se e kom përcjell gatën e politikën Kosovë di që të marrë frym. Nëse ju kujtohet deklarata "We are not problematic guy", shumë kush ka bëj gore me to. Pa e konë thelbi i diçkaje që ka qenë unike për herë të parë, për shkak se ka pas paraprim me u pajtu dy shtete e dy popuj që historia aty në është vishë tragedi. Po s'kan lënë agjendat e poshtra. Agjendat dashakesit publik shqiptar. Pritet me pas protesta, si gazetar sa kam informacione, janë duara këto protesta, duhet me protestu. Nuk duhet me i lënë rahat me çdo veprim demokratik. Këta politikan mashtrus nuk duhet me i lënë të qetë. Vo, mill, uj, bylmet, moz, kos, gjithçka duhet me shku në fytyrën e tyre ku do të që t'i nxojnë. Sepse e kanë mashtru këtë popull e i kanë bot dëm të madh. Kanë ardhur me premtimet mëdha, e kanë varros gjithçka të mirë që kanë ndodhur këtë shtet. Ka pas edhe gabime të aty në të shkumve. I kanë marrë ato që i kanë bërë. I bajshin me shnep, se ky Albini s'ka ardhur prej qielli. Po kanë punu bret njën të dreqit edhe ata. Këtë çka kem sot, çka ka ky Albin Kurti, i ka tynëv. 26 miliard dhe nis as një gorë se kitë mulle, 24 miliard. S'li preja kapital që ki. Ekonomia për toke, bizneset janë kolaps. Jeta është rëndu në Kosovë. E ka kthy qytetarin këto që i ka mujt me kthy, që 16% që në ka. E ka kthy në servil. Të të pyes edhe diçka të fundit, se jemi për te kohës, me jam kurioze. Përbesim edhe pak emocional që t'intervist. E so, po dua të pyes se... Po më dham shpirtin të unë nuk jam pikë ty në gazetarëve që jetoj në villat shtrejta, që voziti kjarë 200.000 euro, apo den që kam televizionet mija, jo. Unë jam gazetar që 26 vjet, që gjithçka kam ndërtu me thojtmi, po interesin e shtetit, kur se kom qitë të mëramin, gjithmonë të parit para vetës. E kuptoj, me qënë se... E s'jap llogari për asnjëjt. Na zbulove disa gjëra dhe na dhe pikpamjen tënde. Me qënë se asnjë nga palët nuk pranon të flasi për emrat, me thënë pyet vetëvendosin dhe thot i kemi emrat, po i nxorëm. Disa emra që ti ke dëgjuar, unë kam dëgjuar për shembull dhe është artikuluar këtu te ne, Veton Suroj, përveç Vjosa Osmanit si propozimi LDK-s, se zoti Abdirxhiku thot ku jam unë është Vjosa, ku është Vjosa jam unë. Dëgjoj, shumë shkurt. Albin Kurti nuk e ka menën me dhënë postin e presidentit, edhe dhani ka me shku në zgjedhje. Albin Kurti është ka mashtron, është ka zhagit, është ka zvarrit procesin për me qua fatin kohorë zgjedhën dhjetor, kur i vjen mërgat. Me tentu, me kanë që aty dikun. Po i ka ra Albinit. Sondazhin e ka të bëme, din sa e ka sot për qidin ai. Po ka pare Denis Albin, pa pushtet, pa miljarda. Apo në kupton që apo flasë. Nuk është lep me largu pe i proshtetit një politikan të kalibrit Albinit për shkak se nuk është politikan normal. S'po flasë si njërë.
si politikan nuk është normal, Albin. Kështu që opozita duhet më konë shumë unifikume. Edhe mos me ronë grockën e tyne. Letë përmenin emna s'ka do, nuk ka zgjidhje. Nuk don Albini me dhonë postin e presidentit. Është mashtrim, është zhagitje. Deniz vetë Albini ka thonë, ka deklarat publike, ku thot, nëse si marrim 80 deputet, vani rrezikon me shku zgjedhje në qershor, rrezikon me shku në 10 orë, po nashta edhe në janar. Apo më kupton që po flas? Nëse dojmë i besu Albinit, edhe unë si besoj, si Florent, si gazetor, nuk i besoj Albinit. Se, nuk ma ka bon as një shaj për mi besu. S'kom kur zot keqe për to. E du si shqiptar nëzër shqiptar të aman. E qmaj, s'kom qëtë me një keq për to. Nuk besoj që Albin Kurti është traptar e shpioni Serbis. Unë s'du me besu. Me pas letra sot i qes. E du Albinin si kryeministër tamin, po jo që të Albinin i cili është ka i bën dëm shtetit. Shumë e qartë. Kosova rrezikon me shtu në zgjedhje. Prapë në votor, i rrezikon. Sigur dhe ko. Po, veç edhe një përfun e kam. Ka me pas protesta, po lutëm që këto protesta mas me u shëndru në diçka dëmshme të shtetit Kosovës, për shkak se na duhet me arru trazirat e marsi 2004-ës. Na u kanë servu në tavolin Denis, i kemi implementu vetë na shqiptarë, i ka përfitu krejt mirat e saj Serbia, krejt domet i ka përfitu Kosova. Krejt domet që ka i ka sot shteti Kosovës i ka prej trazirat marsi 2004-ës. Pakonet i Sarit, 12 pikat e Bankimonit, pavarësinë e kurzume, asociacionin, kompetencat ekzekutive me kisha, ekstra territorialitetin, gjithë qka e kjeqi që ka arë në ka arë për trazirat marsi 2004. Pse? Sepse Kosova është problem politik i faktorit ndërkombëtar. Nuk është problem i shtetit Kosovë se s'kem fuqina me bovet, edhe në këtë geopolitik. Edhe shtetet më të fuqishme si Kosova i bun pasojat e interesat fuqive të mëdha. Merr në shembull Ukrainën. Po bluhet pikuj për interesave geopolitike. Dakor, mos më kalo të Ukraina se pastaj do të pyes edhe për Zelenskin edhe për qëndrimet që mbajti dje nga Serbia, po ndoshta një moment tjetër. Po, ndoshta kur dush tjetër. Falenderoj shumë Florent, ishte shumë kënaqësi dhe të uroj të diel të mbar. Me sy jemi nga Prishtina për të pritur çfarë zhvillimesh do të ketë atje. Lajmet më të mira për gjithë shqiptarët për shkak se është shekulli shqiptarëve po s'po dinë me shfrytzu. Falenderoj shumë. Shqiptarët duhet me kanë më shumë patriotik me veprime se sa me fjalë. Falenderoj dhe të përshëndes. Gjithë të mirë.